هذا السائل يقول بارك الله في علمكم كيف يكون المرء مخلصا. Pra thot ky pyetës, Allahu ju a bekov diturin, si mund të jetë njeriu I sinqert? لا شك في وجوب الإخلاص وكون المرء يقوى إخلاصه له جملة من الأسباب. Nuk ka dyshim se ikhlasi ose pastërtia e përkushtimit me sinqeritet është obligim dhe që njeriu të arrijë ikhlasin ka disa shkaqe. الأمر الأول معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. Çështja e parë është që njeriu ta njohë Allahun dhe të njohë emrat dhe cilësitë e tij. وكما قال ابن القيم كلما كان العبد أعرف بأسماء الله كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. Siç ka thënë Imam Ibn Qayyim, do të thënë sa më shumë që njeriu e njeh Allahun, aq më shumë është më afër tij. الأمر الآخر وهو اجتهاد في الدعاء الله عز وجل أن يجعلك من المخلصين. Po ashtu çështja tjetër është përpjekja e shumtë me dua, ti lutesh Allahut që të bëjë të sinqert dhe të pastër në përkushtim. خصوصا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو في التخلص من الشرك الأصغر الرياء قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. Në veçanti është lutja të cilën ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe kjo lutje është për largimin e syfaqësisë dhe pastrimin prej shirkut të vogël. Dhe kjo është kjo lutje Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Më thënë Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga shirku, më thënë kërkoj mbrojtje që mos bëj shirk duke e ditur dhe kërkoj faljet e tij nga ajo që nuk e kam ditur. من أسباب الإخلاص تذكر الموت وقرب الأجل وحقارة الدنيا كلها من أسباب الإخلاص. Shkak për ikhlasin është që njeriu ta kujtojë vdekjen, të afërsinë e vdekjes, ta kujtojë, do të thënë vlerën e vogël të dunjas, se është e pavlefshme. Këto janë shkaqe për të arritur ikhlasin.